Do doja tani, përpara se të kalonin tek këto lëra që kemi përgatitur, të më sugjeroje ndoshta librat më të mirë që mund t'i shërbejnë gjithë secilit për të përfituar një edukatë seksuale dhe për ta kuptuar më mirë që nuk është vetëm një akt fizik. Edhe filmat. Po, shiko, mund t'ja nisin nga të gjitha studimet apo rezultatet e konventave apo të institucioneve kryesore, të UN Women, të UNFPA-s, të shoqatës botërore, organizatës botërore të shëndetësisë. Mendoj që aty janë disa skeda të shkurtra me të cilat mund të qasesh edhe përsa i përket të drejtave të njeriut dhe konventave ndërkombëtare të drejtave të njeriut, që janë informacion bazë që pastaj ti qoftë edhe filmat e tjerë apo qoftë edhe librat e tjerë ti lexosh me një qasje më progresiste, të paktën duke ditur se çfarë kuptimi kanë fjalët që ti dëgjon apo fjalët që ti lexon. Kjo është një mënyrë shumë e mirë. Pastaj ka disa, është profesor Hajrullahu që ka bërë një libër shumë interesant në shqip mbi seksualitetin e njeriut. Mendoj që ajo është një bazë shumë e mirë për të filluar, se është një informacion i përgjithshëm, edhe qoftë biologjik, qoftë social, mbi gjithë umbrellën e tematikave që kanë të bëjnë me edukimin seksual. Pastaj në shqip ka libra shumë të mirë që janë të dedikuar, për shembull është një libër shumë i bukur, Jeta në kohët e penisit, që unë mendoj që çdo djalë që është adoleshent duhet patjetër ta lexojë, se është një libër që ka shumë humor, është një libër me shumë histori që të tregon këtë konceptin e falik, centrofalik, edhe të mënyrës se si çdo burr e përjeton marrëdhënien që ka me organin e vet gjinital. Është një libër tjetër, Shigjeta Perëndeshës, që flet për seksualitetin e gruas, duke folur për sistemin nervor autonom, se sa i rëndësishëm është ai për të gjithë hormonet, ciklet hormonale, traumat që ne kalojmë, marrëdhëniet që ne kemi, të cilat janë element që ndikojnë në seksualitetin tonë dhe në mënyrën se si ne i qasemi seksualitetit, apo partnerit, apo jetës seksuale në përgjithësi. Po ndonjë film? Do them 3 filma të cilët kanë qenë pjesë e festivalit të filmit queer në cilin unë isha ambasadore, që janë 3 filma që më kanë pëlqyer shumë, që është filmi i parë është Finlandia, i një regjizori Horacio, nuk jam mbaj mend mbi emrin, Alcala, që flet për një komunitet të një gjinie të tretë që ekziston në Meksik, myshe quheshin, që sigurisht ende ekzistojnë prej qindra vitesh, por për momentin kanë ndodhen dhe jetojnë vetëm në një zonë të caktuar të Meksikës. Dhe ky filmi që është vjen edhe në formën e një dokumentari, është një qasje shumë e mirë për të kuptuar se si është udhëtimi midis gjinive dhe se çfarë do të thotë të jesh jo binar, dhe se si të drejtat e njeriut, emocione, dashuria për cilën folëm çfarë, janë universale, i përkasin të gjithë njerëzve dhe nuk ka ne dhe ata, sepse emocionet ndihen, kështu që nuk mendoj që duhet të ndihesh i rrezikuar nga diçka që nuk nje, po duhet të japësh shansin dhe mundësinë që ta njohësh më nga afër dhe nëpërmjet artit, kulturës, leximit, filmave, dokumentarëve. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për t'u edukuar edhe për të hapur mendjen tonë dhe për të kuptuar të tjerët. 3 filma, thënjim. I dyti është Emilia Perez, që Po për këtë të thash pra, filmi që kishte fituar çmimin Oscar. Po, ky. Për ju që kuriozoheni tani edhe thon po kur e than, kemi folur më përpara. Nuk e ka fituar, ka qenë kandidate për Oscar, po ka fituar çmimin si aktoria më e mirë në Cannes. Dhe është aktoria e parë transgjinore që e ka fituar këtë çmim. Ishte shumë i bukur filmi, është musical, dhe mua nuk më pëlqejnë shumë musical, ishte musical i parë që e kemi diskutuar edhe këtu në Kinotek Biles, nëse më mbaj. Është edhe Saldana, po, dhe ai aktori transgjinor. Jo, është tani s'na vjen vetëm po t'i bëjmë search, po prit. Që është martuar me Justin Bieber. Hailey. Jo.
Jo, ajo e dashura. Selena Gomez. Selena Gomez, Selena Gomez. Edhe Carla Sofia Gascon, se merdi. Carla Sofia Gascon. Aktoria transgjinore, Carla Sofia Gascon. Transgjinore. Po që ka qenë... Ishte Carlos, po, dikur. Po, që më përpara, kur ka qenë burr, ka qenë gjithashtu aktor, që unë pata fatin gjithashtu të takoj tek 40 vjetori i festivalit të filmit queer të Torinos, që është festivali më i vjetër në Evropë i filmit queer. Interesante. Dhe filmi tret. Dhe filmi tret është që flet për gjitha këto problemet shoqërore, për bullizmin, për të ndjenjat e para. Është Il ragazzo coi pantaloni rosa, Djali me pantallona roz, që është një film që ja këshilloi familjeve, edhe të rinjve, pra nuk ka skena eksplicite, për të kuptuar se çfarë ndodh në brendësinë e një adoleshenti edhe se si ndonjëherë edhe prindër shumë të dedikuar nuk arrin të kuptojnë se çfarë ndodh me fëmijët e tyre, edhe sigurisht për të evituar edhe për të ulur këtë kriminalitetin mes fëmijëve dhe të rinjve që këto vitet e fundit edhe në Shqipëri është bërë problem. Dhe gjithashtu vetvrasjet, sepse besoj që e dini që pjesa më e madhe e atyre që kryen vetvrasje janë gjithmonë djemtë edhe burrat, pra. Okay.